në këtë momente në lidhje të drejt për drejt me gazetaren tonë Enkeleda Arapi për të mësuar më shumë. Enkeleda, të përshëndes, si kanë vijuar kërkimet për 21 vjeçarin Daniel Pepa? Iva, të përshëndes, që prej momentit të ngjarjes dhe identifikimit të njërit prej autorëve të ngjarjes së rënd, ku 2 persona humbën jetën dhe në këtë rast mbështetasi Daniel Pepa, policia e Durrësit vijon ende kërkimet. Deri më tani ka mundur të gjej vetëm ato mjetin e tij i cili ishte fshehur pranë banesës, ndërsa nuk ka mundur të bie në gjurmë e 21 vjeçarit i cili rezulton ende i zhdukur. Kërkimet po zhvillohen kryesisht në zonën e Mandës, në zonën e Hamallaj, por edhe të Ishit, aty si dyshohet që 21 vjeçari mund të jetë fshehur pikërisht në atë zona, por paralel me kontrollet që po kryen kryesisht në fshatrat e Durrësit, kontrolle po kryen edhe në vendet e tjera ku mendohet që ai mund të fshihet. Ndërkohë që policia e Durrësit, referuar ngjarjes së rëndë të ndodhur një ditë më parë, ka arrestuar 4 persona të tjerë, 3 prej të cilëve kanë qenë dëshmitar në ngjarje në momentin që ka ndodhur konflikti dhe më pas u vranë 2 shtetasit Aranit Kurtje dhe Flori Paluça, ndërsa është arrestuar edhe një person tjetër i cili dyshohet që i ka dhënë dhe ndihmën e parë autorit për t'u larguar nga vendi i ngjarjes dhe në tutje për t'u fshehur dhe për të mos rënë në gjurmët e policisë. Tashmë sa i takon motivit të ngjarjes mbetet i zbardhur, vijon të qëndrojë dhe versioni i dhënë nga kamarieri, por edhe personat e tjerë të arrestuar, siç është shkak është bërë pikërisht porosia për një kafe që nuk u shërbye për shkak të ekspresit të fikur, që më pas në debate sipër janë përdorur edhe armë zjarri, duke lënë pas 2 të vdekur dhe nga ana tjetër 4 të arrestuar, sikurse edhe një të shpallur në kërkim. Qartë, Enkeleda, të falenderoj për raportimin tënd, ndërkohë ne do të ecim më tej me të tjera lajme.